Ndërsa banorët e nominuar po shijonin darkën e mbrëmjes në shtëpinë më të famshme të Kosovës, tensionet u rritën papritur. Dolçe, një nga personazhet më të komentuara të këtij edicioni, është parë duke shpërthyer në lot, gjë që shqetësoi menjëherë banorët e tjerë. Ajo u ka rrëfyer shokëve të shtëpisë se ka marrë një mesazh nga familjarët, të cilët i kanë thënë se duhet të largohet urgjentisht nga Big Brother VIP Kosova 4 për një çështje të supozuar gjyqësore. E trënditur, Dolçe ka shprehur frikën se diçka mund të ketë ndodhur jashtë. Familja ime më tha që duhet të dal absolutisht nga shtëpia për një çështje gjyqësore. Gjyqësore unë e kam mbaruar, unë kam hall se mos është dikush keq, është shprehur ajo, mes lotëve dhe pasigurisë. Por ajo që Dolçe nuk e di, dhe që banorët po ashtu nuk e kuptojnë, është se largimi i saj nuk ka të bëjë fare me një proces gjyqësor. Pritet që Dolçe të transferohet drejt Grande Fratellos në Itali. Nuk përjashtohet mundësia që e vërteta t'i zbulohet live në Prime, ku do të kuptohet nëse ajo do të vijojë lojën në një tjetër reality show shumë të madh, ose nëse gjithçka është një skenar surprizues i produksionit. Atmosfera e natës në BBVK mbetet teje të tensionuar, ndërsa publiku pret me kuriozitet momentin kur Dolçe do të zbulojë të vërtetën e largimit të saj.